Mirë se erdhët të dashur Luan, jam Diana nga Letra Trofejnë dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Letrat I kemi 5 të shpatës, 3 të kupës, do thotë 5 të shpatës, 3 të kupës, 5 të kupës dhe 7 të kupës. Ky lexim flet për një Luan me kaq si e shikoj në të parën është që ka humbur pak qartësin, që do të thot duke u përfshirë ndoshta në konflikte, apo duke u përfshirë në iluzione dhe pritje të gabuara nga njerëzit. E ardhmja të dashur Luan kërkon një gjë të thjeshtë, pak ndoshta e vështirë për ju, të zgjedhësh pa u shpërndar emocionalisht. 5 të shpatës. Fitore që s'të kënaqin. Ndonjëherë jo çdo luftë ja vlen të luftohet. Jo çdo barr duhet të mbahet. E ardhmja afër tregon përplasje egoje. Debate dhe situata ku askush nuk del vërtet fitues. Ndonjëherë po lufton vetëm për të mos humbur fytyrën, jo sepse ja vlen, apo vetëm për ta plotësuar egon e juaj, që mund të jetë dikush tjetër, në vend të juaj, që është ajo energjia vice versa, me dikë që jeni afër. Por nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Zgjidh betejat të dashur Luan, jo çdo provokim meriton reagimin e juaj. 3 të kupës, ky të flet për shoqëri, mbështetje, gëzim të përbashkët, por në këtë lexim vjen si kujtesë, ta them kështu, jo të gjithë rretheja janë aty për të njëjtën arsye. Gjithsekush në jetën tonë ka rolin e vet. Shijo shoqërinë, por mos e ngatro festën me besimin. Kufit janë të domosdoshëm, apo jo nga gjithë të presësh të njëjtën gjë. Çfarëdo që të jetë është tu diçka që je duke ngatëruar. Të dashur Luan, apo duke I marrë gjëra tjetër për tjetër, ta them kështu. 7 të kupës, shikoni këtu, konfuzion dhe iluzion, dhe kjo I bën paksa të çfarë si. E ardhmja të vë përpara shumë opsioneve, shikoni këtu, cilën të zgjedh, cilën të marr, çfarë të bëj, apo si t'ja bëj. Dashur, po, ka shumë opsione, absolutisht, por jo të gjitha janë reale, apo jo të gjitha janë të mira. Po e mashtron veten duke u mbajtur gjallë, apo duke mbajtur gjallë disa skenar që nuk kanë as bazë, që nuk ja vlen as të luftohet, nuk ja vlen as të bisedohet. Do thosha të shkruani opsionet dhe të pyesni veten cila ka prova që është e vërtet dhe jo premtime. 5, se kemi 2 pesa këtu dhe prandaj pasqyron në konfliktin. Çfarëdo lloj zhgënjimi, tani kush nuk është gënjur në jetë? Është gënjeshtra më e madhe. Zhgënjemi nga më të afërmit, zhgënjemi nga më të largët, zhgënjemi nga njerëz që nuk I presim kurrë. Zhgënjimi është një pjesë fatkeqësisht përbërëse e jetës tonë. Kjo zhgënjimi që duhet lënë pas. Po ngelem të ngujuar, të mendojmë gjithkohës nuk mund të ecim para. Ky letër është paksa e dhimbshme kur e shikon, po I humb 3 kupa, por 2 janë jashtë që tregojnë që absolutisht ka mundësi tjera. Kjo letër tregon pendesë, humbje dhe fokus tek ajo që nuk funksionoi. Por e ardhmja nuk të lejon të qëndrosh aty gjatë, nuk do që të qëndroni aty gjatë, por të ecim përpara, të pranojmë zhgënimin, të nxjerrim mësimin nga ajo dhe të ecim para pa u kthyer. E ardhmja jote të dashur Luan, përmirësohet kur ndalon së kërkuari vlerësimin nga jashtë apo nga diçka që nuk ja vlen.
dhe fillon të veprosh me qartësi nga brenda. Jo gjithçka që shkëlqen është aty për ty apo për situatën e juaj. Jo çdo luftë të bën fitues dhe jo çdo mundësi të çon përpara. Pra, të shikojmë me apo duke analizuar mirë çfarë kemi nevojë, jo çfarë duam për tani, që të mund të ecim përpara. Çfarë është ajo që kemi vërtet nevojë? Se dëshira nga nevoja janë dy gjëra të ndryshme, të dashur Luan.